Në Pranverë kemi bërë prezentimin e punës linjes për punuese apo prodhuese të pashtetës këtu në Meka Halal Food, ndërka që gjatë këtij viti po mësojmë edhe kjo është rësia, po? Po, Meka, siç shumë herë kam përmendur, nuk ka të ndarur, pra kjo është një lini tjetër, lini e cila bën përpunimin e supave të çastit, dhe që në këtë lini ne më të vërtet ndajmë kënaqësi, si mund të thënë si fillimisht në punë, sepse kemi bërë një shtrirje jashtëzakonisht të mirë në tregjet kosovar, në tregjet e rajonit edhe në tregjet e vendeve provjane. Pra, siç e shihni, këtu kemi disa produkte, prej atyre, domethënë kemi 5 lloje të supave dhe 4 janë shijues të gjeldrave të ndryshme. Mund t'i veçoj veç, pra kemi supën me misht pulës, supën me misht të gjellit, supë me perime, supë me këpurdha, supë me tomata, si dhe shijues për gullash, pasul, për sos bolones edhe për pleskavic. Pra, linja prodhuese apo përpunuese, si themi, a është investim nga buxheti familjar, kredimarrje apo donacioni? Kjo linjë, si edhe linjat e tjera deri më tash, janë investime nga buxheti familjar e jo nga një kredimarrje apo një huazim ndaj dikujt, por pikrisht është me mjetet vetanake edhe kjo linjë e fut me në punë. Dhe motivi i ngritjes së linjës është sfidimi apo sfida e importeve. Pikrisht për ato kemi motivim që një ditë, edhe pse me këtë lloj produkti, me supa, ne vetëm bëjmë eksportin në vendet e Evropës. Mund ta ceki pikrisht në Suedi, vendi i cili ka standardet më të larta prej vendeve të Evropës. Por normalisht se duke shpresuar se një ditë edhe nga produktet e mishit do të vjen koha e përshtatshme për eksportimin, duke pasur parasysh sepse ne jemi prej prodhuesve me një cilësi konkurruese, më të vërtet me prodhuesit e rajonit, me prodhuesit e vendeve evropiane e mëtej. Sa ka të punësuar këtu? Gjithsej të mbi 100 punëtor, pra Meka Halal Food numëron, duke pasur parasysh përpunimin e produkteve të mishit, përpunimin e supave, si dhe qendrën tregtare edhe hoteliere që gjenden në Dragash, domethënë gjithsej Meka numëron mbi 100 punëtor. Që sa kohë punon këtu? Afër 1 vjet. Sa i kënaqur me punën që është? Më falë, nuk e zgjon. Sa i kënaqur me punën? Me punën janë shumë i kënaqur, që punojnë një ndër firmat më të mëdha në Kosovë, me korrekte dhe kanë cilësi edhe kualitet më të mirë në Kosovë për momentin. Si kemi edhe këto supa këtu, supë gjeli, supë pula dhe shijues atëherë me rënd. Mu vjen mirë që punoj këto lloje të supave dhe që i provoj njerëzit që janë supat më të mira në Kosovë, janë prodhim vendor, kanë shumë kualitet dhe kanë shumë cilësi. Ai konsumon për familje këtu? Këto e kam konsumuar edhe para se me fillu punën. I konsumoj tash dhe kam i konsumu gjithmonë. E kur ja nis punën këtu? Punën e filloj në ora 6:30 në mëngjes. Deri sa punon? Deri në ora 2:30. Kushtet maksimale ke? Kushtet janë maksimale, nuk besoj që i ka ndonjë firmë në Kosovë. Po dhënë që këtu ai bën edhe pagesat, obligimet e shtetit. Pagesat i bëjnë. Sa i përket juve? I paguajnë gjithë kontributet. Kontributet shtetërore, paguajnë trustin. Pagat japin me kohë caktuar plus çdo fund muajit ka bonuse për punëtorët. Kënaqur je përgjithsisht, gjithashtu edhe kolegët ju. Gjithashtu këtë kemi fjalë të mira, këtë kolegët. A janë nga fshati këtu apo je i vetë? Jemi i fshatit të Pllav. Është një privilegj i madh për juve këtu. A ka të papunësuar të tjerë në fshat? Ka të papunësuar, po është një numër i vogël të papunësuar, të cilat janë të obliguar me shkollë ose me diçka tjetër që nuk kanë komo për momentin për punë.